me idenë se ne do të mbajmë vlerat tona perëndimore. Më shumë gjasa që njërën ose tjetrën do ta bëjmë, për dyat nuk do t'i kemë. Nëse një fluks i tillë imigrantëve vëshon Evropën, do të ketë një dinamikë krejt tjetër kulturore atje, nga aspekti i kulturës, nga aspekti i politikës, nga aspekti i gjithë anshëm i Evropa, do të thotë demografia e Evropës do të ketë një ndryshim më të madh, dhe kjo me shumë gjasa nuk do të jetë fundi. Tani sa do të vija aty, nuk e di, por se unë argumentoj pse nuk është përse populizëm rritja e nacionalizmit në Evropë, nga kjo perspektivë. Ndërsa ata që janë liberal, ngritjen e nacionalizmit po e konsiderojnë si populizëm i djathtë, por me mungesë të argumentit apo të fakteve. Zoti Gaxheri, çfarë do ta bënte për të rikthyer pak më lart të banë që të futej në luftë? Do shta mund të ishte edhe blokimi i ngushticës së Hormuzit, apo nuk e di, në sulm drejt bazave, 14 bazave të atyre të vendosur në... Po, tani, Trump është atë që u përgjigje, se ajo ngushtica është për nga, do të thotë, drejtohet gazi për në Kinë. Dhe Kina nuk është vetëm që është zhvilluar ekonomikisht dhe po vazhdon të zhvillohet ekonomikisht, por është duke përkthyer zhvillimin ekonomik në atë ushtarak. Dhe ne dim tash si fakt të zhvillimet ushtarake në ujë që Kina i ka bërë, për të projektuar influencën e saj në sistem ndërkombëtar dhe në këtë rast konkret për të siguruar linjën e ngushtica që ju përmendet, për të siguruar këtë lëvizje shkëmbim të mirash dhe do të thotë kontroll. Ka më shumë për këtë arsye mendoj që është një arsye e fortë që Trump të mbajon për interes të shtetit amerikan. Duke qenë se asgjë nuk është e parashikueshme, ka më shumë shanse që Kina t'i jap një mbështetje direkte dhe të fortë Iranit tani, ushtarake, apo nga krahu tjetër duke përfituar nga situata një konflikt i hapur në Ukrainë, një aty në Iran me Izraelin, t'i bjerë Tajvanit? Po, tani edhe amerikanët janë disi jo ashtu haptazin të kyçur në luftën me Iranin. Po shifën zhvillimet si do të rrjedhin Izrael-Iran, se kush do të triumfoj. Dhe me gjas nëse Izraeli nuk tregon shaja të dobësisë, unë besoj që amerikanët nuk do të hezitojnë të intervenojnë aty dhe të marrin nën kontroll Iranin. Edhe padyshim nëse Amerika involvohet, padyshim se kontrolli në atë pjesë do të jetë i Amerikës. E prisit të reagim fuqinë ushtarake të Iranit, apo prisit më shumë apo më pak? Apo s'kemi parë gjë akoma? Jo, kemi pa për shkallëzim, kemi pa dhe nuk kemi pa shumë. Do të thotë, në kohën kur ne po jetojmë kemi pa kogja shumë. Me gjitha gjasat tani Izraeli po bën presion, kishte idenë që të bëj presion mbi Iranin që të arrihet një marrëveshje ku Amerika do të mbikëqyrë ndërtimin nuklear, e cila dyshohet se ka suportim nga Kina. Dhe nëse nuk arrihet një marrëveshje, atëherë do të ketë përshkallëzim. Edhe një marrëveshje e tillë të arrihet tani për tani është shumë e vështirë. Sepse nuk ka arritur ala një niveli ku njëri vend ka treguar dobësinë. Edhe me gjitha gjasat, nëse Izraeli do të tregon dobësinë, atëherë Amerika do të intervenon. Dhe nëse Irani do të tregon dobësinë, do të kërkojë që të bëhet marrëveshja. Kështu që nuk shoh se Irani ka ndonjë zgjedhje tjetër përveç të bëjë marrëveshjen ose
shkatrohet. Të tipit Sirisë. Putini si po e shikon konfliktin tani? Do shta me humbsja me madhe këtu është Ukraina, se u hoq vëmendja. Po tani me le edhe një gjë të vogël mas jemi atje. Ideja e Izraelit se tani do të hekim këtë regjim, do të vëmë një regjim liberal, dhe disi ajo do të funksionoj që të mos jetë rrezik për Izraeli, nuk do të qëndroj. Sepse kemi shtete liberale që zhvillojnë nuklear, siç është Franca, siç është Anglia, siç është Amerika, plot shtete që janë liberale, do të thotë demokratike, kanë nuklear. Ajo nuk do të qëndroj. Ndoshta Arabia Saudite së shpejti, ajo që ne folëm herën e kaluar. Po, mund ngjaj, por çfarë do të them është se po të ishte fuqishme me nuklear Irani, unë dyshoj dhe kam bindje se Izraeli nuk do ta sulmonte se si e sulmoi. Po ta kishte fqin aty ku është Irani të ishte Koreja e Veriut, kam shumë dyshim që Izraeli do ta sulmonte. Ai të shmendoj që nuk mund bënte pastaj. Jo, po nuk do të thosha se është i çmendur, se ashtu do të reagon të njëjtë edhe Amerika, edhe Rusia, edhe Anglia, edhe Franca, edhe Pakistani, edhe çdo shtet që ka nuklear dhe dikush e kërcënon me mbijetesën, me ekzistencën. Është për gjithë ose Azia. Po, shoh mundësinë të një, do të thotë, strategjie të egërt përdorimit të nuklearës. Për Putinin në këtë konflikt? Për Putinin, zotri Balla, ne kemi folë ditën e parë, do të bëhet ditën e dytë, muajin e parë, ende është luftë. Ukraina ka dy zgjedhje. E ka zgjedhjen të bëj tani marrëveshjen dhe të pajtohet me humbjen 20% të territorit, të ketë në jurisdiksionin rus, apo të vazhdoj lufta dhe të ketë pastaj 40% të territorit ndër jurisdiksionin rus. Pa, e kisha më shumë, a mund të përfshihet në konflikt në lindjen e mesme? Rusia. Po. Po tani pritet se si kam dyshim sepse Amerika tani ka luajtur rolin e diplomacisë dhe për afrimin me Putin. Kështu mendoj, qofsha e gabum, por unë mendoj se kështu do të dalë, sepse marrëveshja nuk mund të bëhet mes evropianëve dhe Rusisë e Ukrainës. Marrëveshja do të jetë amerikanë duhet të jenë aty sepse kanë kapacitetin e fuqisë që të bëjnë një marrëveshje dhe me amerikanët aty tani do të ketë një marrëveshje 20% të territorit për rus dhe rus nuk do të implikohen në Iran. Zoti Gaxheri, a mendoni dhe ju që